Pas 2 sezonesh, Bedar Devolli është rikthyer sërish në drejtimin e skuadrës së Kukësit, një rikthim që pritet me interes nga tifozët Verlindor, të cilët e kujtojnë periudhën e tij të mëparshme me nota pozitive, kur madje skuadra arriti deri në finalen e Kupës së Shqipërisë. Në seancën e parë stërvitore, trajneri foli për grupin, objektivat dhe emocionin e rikthimit në një ambient që e njeh mirë. Jam I kënaqur, sidomos në një klub si Kuksi, që është kënaqësi e dyfisht, pasi është një klub që e njoh dhe kur kam punuar më parë. Kemi kaluar mirë dhe kemi bërë gjëra të mira. Shpresoj që edhe ky rikthim të jetë një augur I mirë që të arrijmë rezultate pozitive si dikur me grupin para 2 sezonesh, tha fillimisht Devolli, bën të ditur Panorama Sport. Trajneri e konsideron këtë një mundësi për të vazhduar një rrugë të lënë përgjysmë, me bindjen se skuadra ka potencial për të përmirësuar ndjeshëm. Ai theksoi se përvoja e mëparshme do ta ndihmojë shumë në ndërtimin e një grupi të fortë dhe të bashkuar. Ai u shpreh bindur se me punë të përditshme dhe disiplinë, Kuksi mund të rikthehet në nivelet ku ka qenë dikur. Ndeshjen e parë si trajner I rikthyer, Devolli do ta ketë pikërisht në kupën ndaj Tërbunit në shtëpi, ku do të kërkojë kalimin në raundin tjetër. Më pas në kampionat e pret një përballje e vështirë ndaj Laçit, skuadër me të cilën Kuksi ka rivalizuar dikur në superiore.